Mirlinda Karçanaj, e cila është në krye të Akshit dhe dorëheqjen pas një periudhe hetimesh lidhur me abuzime të dyshuara në tendera. Përkohësisht, kompetenca e saj ishte deleguar Romina Kostani, drejtoreshe e drejtorisë së koordinimit të Agjencisë Digjitale dhe Projekteve e Gov me fondet e huaja. Vendimi i fundit për dorëheqje erdhi pak ditë pasi ndaj Karçanajt është caktuar masa e arrestit në shtëpi dhe pezullimin nga detyra nga gjykata e posaçme antikorrupsion në kuadër të hetimeve që përfshin gjithsej 8 zyrtar të Akshit. Në vend të saj, Igli Tafa mori drejtimin e Akshit duke e konsideruar figura të përshtatshme për këtë rol fal eksperiencës dhe formimit të tij. Tafa ka shërbyer që nga viti 2022 si drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe koordinator kombëtar për sigurinë kibernetike, duke ndërtuar eksperiencë në fushën e sigurisë së informacionit dhe digitalizimit të shërbimeve publike. Kryeministri Edi Rama ka dalë në mbrojtje të punës së Karçanajt në krye të Akshit, duke theksuar se institucioni ka qenë një krenari e qeverisë shqiptare dhe ka kursyer miliona euro për qytetarët shqiptar përmes digitalizimit të shërbimeve. Emrimi i Tafës pritet të vijojë reformimin e fuqizimit të rolit të Akshit në fushën e shërbimeve digjitale dhe sigurisë kibernetike.